Në qoftë se është fjala për dhunën e ushtruar ndaj protestuesit, e dënoj atë, ai ishte rrëmbim në duart e policisë dhe e dënoj atë si një akt të shëmtuar të policisë së shtetit. Një. Së dyti, nuk kam asnjë faqe, asnjë flet, asnjë gjë të atij projektit, megjithse ju them këtu, e kam ndjekur me shumë interes të gjitha publikimet që janë bërë. Së treti, me qenë se e doni këtu, Partia Demokratike është parti që mbështet fuqimisht investimet e huaja. Ka patur një ligj i cili zgjidhte në mënyrë të plot dhe totale çështjen e pronësisë. Ligji thot këto: në rast se qeveria miraton një projekt të një investitori i cili është bazuar në dokumenta origjinale shtetërore, pronësie, kadastre, dokumenta origjinale, çdo problem që lind pas miratimit të qeverisë, qeveria i përgjigjet palës me çmimin e tregut. U vu ky ligj sepse konstatoja që me investor shqiptar nuk ndodhte, kurse me investorët e huaj vraponin pas pengmarrjes. Kjo lindte vendin pa investime. Atëherë ne ç'bëm? Në qoftë se ti vjen, nuk jam unë ai që them se s'di që janë dokumentat, po që dokument shtetëror do t'i dalë zot dhe do maj përgjegjësi. Kështu është shteti. Po zoti Berisha, Priti minut, një minut ta serojtë se është shumë e rëndësishme kjo. Unë do t'i dalë zot dhe do të maj përgjegjësi. Dhe në qoftë se ty pronar të kanë shkel të drejtën e pronës dhe janë firmos dokumenta mbi të, përgjegjësia është e shtetit. Dhe ai që ka bërë këtë do marrë përgjigje dhe shteti do të përgjigjet ty, do të përgjigjet me vlerë tregu. Është ligji që detyron shtetit me vlerë tregu. Dhe do të them një gjë, që kur doli ai ligj e Gjerë Salam pushtetin, ka patur 0 probleme. Ne jemi shumë respektues për çështjen e pronësisë, por jemi mbështetës absolut të investimeve të huaja. Partia Demokratike është partia që proteston sot më fuqishëm se kurrë. Partia Demokratike shpreha këtu ato që thash, mbështet absolutisht investimet e huaja, garanton pronën dhe pronarët me një ligj që ndofta nuk ekziston diku tjetër. Por e bam në atë kohë, ai ligj është aty dhe ai ligj është shumë i drejtë. Po në lidhje me hetimin e SPAK, që një minut. Pra, më thuaj mua pak. Çfarë mund të bëj një shtet më shumë, qoftë për pronarin, qoftë për investitorin? Besoj se nuk është shteti që thot, po unë nuk i di këto, nuk i di ato. Në qoftë se ke firmos, je kryeministër dhe ke firmos, atëherë ti mban përgjegjësi për të gjithë pasojat e firmës tënde. Kjo është e vërteta. Dhe nuk besoj se ka interes më të mrapsht për shqiptarët se sa përpjekja për të përzërë investitor të huaj.